Hajde flasim pak një përmbledhje të shkurt të prajmit të parë të Big Brother VIP Kosova. Fillojmë prej castit, për mu personalisht shush kom thonë 100 herë, ju kom thonë gjetje interesante, por jo VIP, pra o kone qartë kjo, mund të ketë 2-3 VIP aty, por o kone qartë që do të ketë gjetje jo VIP-a. Kalojmë tek nonsensi i prekjeve sana personale edhe ty bo që jo po banori vendosi, pra banori mundet me vendosë sonte me djeg një karrika aty, me thy një gjama, një pasqyre, se po bëj kam i prek sanat personale. Kalojmë tek nominimi, një nominim për mu personalisht nonsens, për me mujt me zgjedh një banor që e dërgojna një kuti gjami ku mujt me pa tjerë, që i bie praktikisht sikur në kopshtin zoologjik që i mshelim do kafshë dhe shkojnë gjinja i këshyren. Për mu, ama total nonsens i madh këtë qajo. Për nësh, levizet dhe që kam fillu, zhveshja e bijes, po qarkullona për rjetë në mënyrë ekstreme, potenciali shumë i madh, do të ketë thyrje të shikueshmërisë, jam shumë i bindur. Qështë në keni pa ju prajmin?